Luka Modric te Milani, tare i iglitare afër finalizimit. Luka Modric pas përfundimit të kontratës me Realin e Madridit është afër një transferimi te Milani. Sipas Fabrizio Romanos dhe sipas Calciomercato.it Sky Sport, drejtori sportiv iglitare po punon për të finalizuar këtë marrëveshje si një transferim pa pagesë. Me 0 euro nuk do pagojmë asgjë. Luka Modric, i cili ka shprehur më përpara simpati për Milanin, mund të përfundoj karrierën e tij të lavdishme te Milani. Në Serie A, ky transferim do të ishte një përforcim i madh përmes fushën e Milanit, duke sjellë përvojë dhe klasën e një fituesi të topit të art. Milani, i cili mund ta përdori Luka Modric si një trequartist, besoj me Reinders Fofana të shtyr në një formacion 4-2-3-1 me një nga trequartistit, më të quajmë, më të mirë botës për mendimin tim, Luka Modric. Mendoj që Milani do realizoj atë ëndër që kishte që ke Paolo Maldini. Shumë milanistë ndroshin të shikoshin Luka Modric te Milani. Gjithsesi, do të ishte Modric përforcimi i duhur për Milanin në rrugën drejt titullit. Për mendimin tim, si tifoz i Milanit, besoj do ishte një aset shumë i rëndësishëm për Milanin, por jo një lojtar që të luajë 90 minuta. Luka Modric është ai lojtar që mund të luajë maksimumi 30 minuta. Në këtë rast, nëse luajmë një modulo 4-2-3-1, do thotë mund përdorësh Reinders si trequartist dhe Luka Modric, i cili mund të japi 30 minuta nga minuta 60 e mbrapa. Por mbetet një nga goditjet më të mëdha të Milanit për mendimin tim. Kthehet ai Milani i cili godiste lojtarë si Beckham, si Ronaldinho, si Ronaldo, si Robinho, lojtarët që kanë qenë gjithmonë lojtarë decisiv. Komentoni mendimin tuaj, a do të ishte Luka Modric aseti më i rëndësishëm i Milanit? Shkruani mendimin tuaj në koment, bëni like dhe na ndiqni për të gjitha zhvillimet e fundit nga Mercatoja.